Dashi, sot do ndjeheni të motivuar dhe energjik duke përballuar detyrat me entuziazëm. Në dashuri mund të hasni disa keqkuptime të vogla, por komunikimi i hapur do t'ju ndihmojë të zgjidhni ato. Në punë, përqendrohuni te detajet dhe mos nxitoni në vendimet e rëndësishme. Financat mund të kenë disa luhatje, kështu që është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm me shpenzimet. Ndërsa përballeni me sfida të vogla, mbani një qëndrim pozitiv dhe mos lejoni që emocionet t'ju mposhtin. Një shëtitje e shkurtër në natyrë mund të ndihmojë në qetësimin e mendjes. Mbani mend të gjeni kohë për veten dhe të mos e teproni me angazhimet. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe fizik. Demi, dita e sotme do të sjellë energji pozitive në marrëdhëniet tuaja personale. Është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të forcuar lidhjet me personat e dashur. Në aspektin profesional mund të përballeni me disa sfida që kërkojnë përqendrim dhe kreativitet. Mos hezitoni të përdorni aftësitë tuaja për të gjetur zgjidhje të reja. Financat mund të kenë nevojë për një rishikim të vogël, ndaj bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Nëse ndiheni të stresuar, merrni pak kohë për veten dhe relaksohuni. Meditimi ose një shëtitje e shkurtër mund t'ju ndihmojë të riktheni qetësinë. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe mos harroni se çdo sfidë është një mundësi për të rritur. Binjakët, sot mund të ndjeni nevojën për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja personale. Në dashuri, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të dëgjuar ato që partneri ka për të thënë. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë më shumë përkushtim, por do të sjellë rezultate pozitive. Financat duken stabil, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale sot mund të jetë pak e luhatshme, ndaj merrni kohë për veten dhe bëni aktivitete që ju relaksojnë. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke medituar ose duke kaluar kohë në natyrë. Një bisedë me një mik të ngushtë mund të sjellë qartësi dhe këshilla të vlefshme për situatat që po përjetoni. Gafuria, ditë e mbushur me emocione të përziera mund të jetë për ju sot. Në dashuri mund të ndjeni nevojën për t'u afruar më shumë me partnerin, por sigurohuni të dëgjoni edhe nevojat e tij. Në punë do të përballeni me disa sfida që kërkojnë zgjidhje kreative. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët, sepse bashkëpunimi mund të sjellë rezultate të mira. Financat mund të kenë nevojë për një rishikim, prandaj bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë pak e paqëndrueshme, por një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të qetësoheni. Kujdesuni për veten dhe mos lejoni që stresi t'ju mbërthejë. Bëni pak kohë për reflektim dhe relaksim. Luani, ditë e mbushur me energji pozitive dhe mundësi të reja në horizont. Në dashuri, marrëdhëniet do të përmirësohen ndjeshëm dhe do të ndiheni më të lidhur me partnerin. Për ata që janë vetëm, mund të ndodhë një takim i papritur që do të ngjallë interes. Në punë, përqendrohuni në detajet dhe mos humbisni asnjë mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Kujdes me financat dhe mos bëni shpenzime të panevojshme, pasi mund të ndikojnë në buxhetin tuaj. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por shmangni stresin e tepërt. Kujdesuni për shëndetin duke marrë kohë për veten dhe relaksim. Përfitoni nga kjo ditë për të reflektuar dhe për të bërë plane të reja për të ardhmen. Virgjëresha, sot do të ndiheni më të lidhur me njerëzit e dashur dhe mund të përjetoni momente të veçanta në marrëdhëniet personale. Në punë, energjia juaj do të jetë e lartë dhe do të arrini të përfundoni detyra të rëndësishme. Mos harroni të merrni kohë për të pushuar dhe për të çlodhur. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje. Shikoni për mundësi të reja për të kursyer ose për të rritur të ardhurat. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por është e rëndësishme të mos lini pas dore shëndetin mendor. Praktikoni mirënjohjen dhe përpiquni të qëndroni pozitiv. Marrja e vendimeve të mençura sot do të ketë një ndikim të madh në të ardhmen tuaj. Kujdesuni për veten dhe për ata që ju rrethojnë. Peshorja, energjia e ditës së sotme sjell mundësi të reja në fushën e dashurisë. Marrëdhëniet që keni ndërtuar do të kenë nevojë për vëmendje dhe mirëkuptim. Në punë do të ndjeni nevojën për të përqendruar më shumë në detaje. Kjo do t'ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja me sukses. Financat mund të kenë nevojë për një planifikim më të kujdesshëm. Shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për të ardhmen. Gjendja emocionale mund të jetë pak e paqëndrueshme. Gjeni mënyra të thjeshta për të relaksuar mendjen, si një shëtitje në natyrë ose një bisedë me miq. Mos harroni rëndësinë e kujdesit për veten dhe për të ruajtur një ekuilibër të shëndetshëm në jetën tuaj. Akripi, sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja personale. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për të shprehur ndjenjat tuaja më hapur.
Në punë, do të keni mundësinë të tregoni aftësitë tuaja dhe të impresiononi të tjerët. Financat mund të kërkojnë më shumë vëmendje dhe planifikim për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për buxhetin tuaj dhe mos merrni vendime të shpejta. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e paqëndrueshme, ndaj gjej kohë për të relaksuar dhe për të medituar. Bëni një shëtitje në natyrë ose kaloni kohë me njerëz që ju inspirojnë. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se çdo sfidë është një mundësi për të mësuar diçka të re. Shigjetari. Dita e sotme sjell energji pozitive në marrëdhëniet personale. Koha e kaluar me të dashurit do të jetë e mbushur me momente të këndshme. Në punë, përqendrohuni në detajet e vogla, pasi ato do të bëjnë diferencën. Një mundësi e re financiare mund të shfaqet, por mos merrni vendime të nxituara. Merrni kohë për të analizuar situatën para se të veproni. Gjendja emocionale është e qëndrueshme, por kujdesuni të mos e teproni me ngarkesën e përditshme. Praktikimi i meditimit ose një shëtitje në natyrë do të ndihmojë në qetësimin e mendjes. Këshillohet të qëndroni të hapur ndaj ndryshimeve, pasi ato mund të sjellin përfitime afatgjate. Nëse ndjeni lodhje, mos hezitoni të kërkoni mbështetje nga familja ose miqt. Britja B. Sot do të ndiheni më të qetë dhe të përqendruar në jetën personale. Në çështjet e dashurisë, komunikimi i hapur do të jetë çelësi për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje të vogël. Në aspektin profesional do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe të bëni përshtypje pozitive te kolegët. Financat mund të kërkojnë më shumë vëmendje. Është mirë të bëni një planifikim të kujdesshëm për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por është e rëndësishme të gjeni kohë për të relaksuar dhe për të kujdesur për veten. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet relaksues mund të ndihmojë në rigjenerimin e energjive tuaja. Kujdesuni për shëndetin dhe qëndroni pozitiv. Ujori. Sot mund të ndiheni më të përqendruar në çështjet e zemrës dhe të dashurisë. Një bisedë e sinqertë me partnerin mund të çojë në një mirëkuptim më të thellë. Në punë, një sfidë e re do të kërkojë energjinë dhe përkushtimin tuaj maksimal. Mund të jetë një ditë e ngarkuar, por mos harroni të pushoni dhe të planifikoni paraprakisht. Financat do të jenë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Ngadalsoni ritmin dhe mendoni për prioritetet tuaja. Emocionalisht mund të ndiheni pak të ndjeshëm. Mos lejoni që stresit ju pengojë të shijoni momentet e vogla të lumturisë. Merrni frym thellë dhe gjeni kohë për veten. Një shëtitje e qetë në natyrë mund të ndihmojë në rivendosjen e ekuilibrit tuaj të brendshëm. Peshqit. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida në aspektin e marrëdhënieve personale. Mund të ndiheni të tensionuar në komunikim me partnerin ose miqtë e ngushtë. Në punë, përpiquni të mbani fokusin dhe të shmangni përplasjet me kolegët. Nëse keni projekte të rëndësishme, bëni kujdes me detajet. Financat mund të kërkojnë një rishikim të vogël, ndaj është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Emocionalisht mund të ndiheni pak të paqëndrueshëm, por mos harroni se kjo është vetëm një fazë e përkohshme. Merrni pak kohë për veten dhe praktikoni ndonjë aktivitet që ju relakson. Një shëtitje në natyrë ose leximi i një libri të preferuar mund të jetë zgjidhja e duhur për të qetësuar mendjen. Kujdesuni për mirëqenien tuaj.